Muzika dhe kujtesa artistike u bën pjesë e natës së dytë të Mik Festival në teatrin Andon Zako Çajupi, në një mbrëmje homazh kushtuar dy figurave të shquara të artit shqiptar, Viktor Gjikës dhe Teodor Laços. Në titullin mes tingujve dhe kinematografisë, publiku ndoqi një program të veçantë me muzikë dhe kujtime nga krimtaria e tyre. Mbrëmja u prezantua nga Inva Mula dhe Pandi Laço, ndërsa në skenë interpretuan artistë të njohur. Janë dy figura të cilat janë një aset shumë i rëndësishëm për kulturën shqiptare, jo vetëm për Korçën, por në përgjithësi për letërsinë, kinematografinë, me atë kontribut të jashtëzakonshëm që kanë dhënë. Korça ka qenë, le të themi, një Hollywood i dytë. Këtu janë xhiruar 10 filma dhe të gjithë kineastët që vinin këtu ndiheshin si në shtëpinë e tyre. Kjo mbrëmje në fakt për mua është shumë e veçantë. Përveç muzikës që do të luaj me miq të mi muzikant, luaj edhe për një pjesëtar të familjes time, shkrimtarit Teodor Laço. Vetë muzika dhe vetë jeta e dy artistëve, Viktor Gjikës dhe Teodor Laços, ka qenë plot me art. Nata e dytë e festivalit u kthye në një moment vlerësimi për trashëgiminë artistike të dy bijve të Korçës, Viktor Gjika dhe Teodor Laço, krimtaria e të cilëve vijon të frymëzoj breza përmes muzikës, kinematografisë dhe artit shqiptar.